Partia Demokratike dhe Forcat Aleate kanë organizuar një protestë kombëtare përpara kryeministrisë në Tiranë, ku marrin pjesë qytetarë nga i gjithë vendi si një reagim qytetar dhe paqësor ndaj korrupsionit qeveritar që ka çuar në përkeqësimin e kushteve të jetesës, pasigurisë dhe mohimit të zgjedhjeve të lira e të barabarta sipas Partisë Demokratike. Sekretari politik i degës së Partisë Demokratike Lushnjë, Klement Çela, foli për organizimin dhe pjesëmarrjen e PD Lushnjë në këtë protestë. Përtej organizimet Partisë Demokratike Dega Lushnjë, çdo qytetar duhet i drejtojë një pyetje vetes sot. A është në rregull me këtë qeveri? A pajtohet me këto shkelje, a pajtohet me këtë vjedhje dhe me këtë korrupsion? Por normalisht qytetarët besoj që do ta japin përgjigjen, por përtej kësaj ne si Parti Demokratike, si çdo protestë tjetër, jemi organizuar, kemi kontaktuar gjithë strukturat dhe kemi kryer dhe mbledhjet përkatëse me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, kemi rakorduar në shifra dhe në numra dhe na është thënë dhe na është konfirmuar që do të jetë një pjesëmarrje tepër e lartë, por përtej asaj që ne presim si Parti Demokratike, jashtë numrave dhe shifrave që ne kemi, na thuhet kudo që shkojmë dhe këdo që takojmë që ka një interes tepër të madh për sa i përket pjesëmarrjes në protestën e sotme të orës 18 në Tiranë përballë kryeministrisë. Do të jenë anëtarë dhe simpatizantë tuaj, pa do të ketë qytetarë të cilët si sa dhe ju janë. Siç e thash edhe më lart, kjo protestë shkon përtej anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Ju thash që çdo qytetar e ka të matshme dhe të prekshme që është sot dita më e rëndësishme ku duhet marrim pjesë në protestë, sepse ndodhitë e fundit tregojnë që Rama dhe qeveria e tij i ka orët e fundit dhe patjetër që duhet largohet një orë më parë.